me ju o gjinderuar, disfatizmi si ndjenjë nga pikpamja ose nga perspektiva fetare, kuranore, pranohet është pjesë e qenjësjellore, pjesë e dobësisë, në këtë nuk është nevojë të na e thotë dikush nga lartësitë ose pozitat e katedrave, këtë e kuptojmë vetë, por ju mund ta shtjelloni më mirë nga pikpamja pra fetare se a është e pranueshme ose si duhet menaxhuar ose çfarë kaj duhet marrë në një farë mënyre? Më lejo Ermir të them një 3 gjëra kështu. Të parën do ta them shumë shkurt, zhgënjimi i njerëzve ndodh kryesisht atëherë kur pritjet nuk janë reale. E dyta, paramendimi ose perceptimi jon i jetës së kësaj bote, tash këtë po i qasem në qasje puro fetare. Perceptimi jon i jetës së kësaj bote do t'jetë i gabuar, po e paramenduam jetën dhe dunjan pa probleme dhe pa sfida. Neve kur i shikojmë tjerët dhe u lakmojmë atyre, ne i shikojmë ndoshta stolit e jetës tyre, përparimin, avancimin e kështu me radhë, por nuk i përjetojmë problemet e tyre dhe mendojmë se ata vetvetiu janë të zhvilluar, për shembull, ata vetvetiu kanë një standard të mirëfillte ekonomike kështu me radhë, dhe harrojmë për shembull se ata kanë punuar shumë dhe janë vetmohuar shumë për të arritur në agjendjen në cilën janë. Fitimi e përmendi shembullin e disa vendeve që në sytë tonë ndoshta nuk i kanë pas rrethanat për qenë vendet zhvillume, Singapuri, Japonia. Për Japoninë madje unë them është vendi më i mrekullueshëm në botë për arsye se nga lufta e dytë botërore ka dalë vend i rënuar tërësisht. Megjithatë ku kanë arritur për një kohë të gjatë për shkak të vetmohimit edhe angazhimit. Andaj paramendimi i dunjas pa probleme do të na çonte në një gabim shumë të madh për arsye se e paramendojmë jetën si të ishte parajs, ndërsa parajsa akoma nuk është koha e saj. Parajsa është në botën e përtejme në një dimension. Kjo është në parim, tërësisht tjetër. Por njeriu e dëshiron dhe e ka të drejtën të ndërtojë një jetë të mirë në vendin e tij, apo jo? Po, mirë po jo të qëndrojnë në gjumë, të shoh ëndra, të hap syt kohë pas kohë dhe të shoh u realizua ëndra ime jo, po vazhdoj gjumin. Dhe pika e tretë që është shumë e rëndësishme dhe lidhet me dogmat dhe bindjet fetare. Ne edukohemi me bindje interesante. Bindja interesante e Islamit është se çdo gjë që ndodh në këtë botë ndodh me lejen dhe caktimin paraprak të Allahut fuqiplot. Kjo është bindje prej shtyllave të besimit islam. Mirë po shpesher kemi keq kuptime, për arsye se ne mendojmë se ajo që na ndodh neve nuk kemi absolutisht kurfar ndikimi në te. Në të vërtetë zgjedhja e Zotit duhet kuptohet se një rol të rëndësishëm luan dija e tij paraprakje që do të ndodhin, për gjërat që do të ndodhin dhe si do të ndodhin. Mirë po ato gjërat që do të ndodhin si do të ndodhin janë puna jonë dhe janë vullneti jonë. Dhe unë shpesh herë them në raport me këtë punë, njeriu duhet të vetëdijsohet, të vëmendësohet, të marrë përgjegjësitë me seriozitet dhe të veproj në mënyrë legjitime dhe të lejuar sikur të mos kishte qenë asgjë e caktuar. Sikur ti po e ndërton fatin tënd me duart tua, e pastaj pasi që të kemi bërë angazhimin dhe të jemi liruar nga përgjegjësia jon, atëherë do të themi do të ndodhë vetëm ajo që ka caktuar Allahu i madhëruar. A bëhet ky vend ose a jetohet në këtë vend? Ne në Kosovë themi arrihet këtu. Dhe shpesh herë dëgjojmë këtë përgjigjen disfatiste, jo edhe këtu sporia dhe një pjesë shumë e madhe, posaçërisht e rinisë na e thonë dhe nuk e fshehin, tani me thonë logjika e këtij nuk është as edhe turp. Jo edhe këtu s'rrihet dhe s'po gjen një mundësi se kisha dalë jashtë. Këta mashtrohen tu mendu se si të shkojsh jashtë në Evropë, ku do qoftë, automatikisht gjithë problemet tua zgjidhen, ndërsa jeta dhe realiteti e dëshmojnë të kundërtën. Për arsye se sa njeriu ka edhe atje që ka njëmori problemesh të pasgjidhura, probleme nga më elementaret, edhe ekonomike, edhe sociale, edhe kështu me radhë, dhe tek ne tregohet një batut interesante që kisha pas dëshirë të ndaj me ju, gjithsesi do të përpiqem ta modifikoj nga kosovarësja në më të kuptuar. Dy vëllezër kishin shkuar në Gjermani, gjithmonë me ëndrrën e jetës më të mirë, jetës ideale, dhe sa po zbresin nga treni, pra në të kalumën, kosovarët kanë udhëtuar me tren për Gjermani, njëri prej tyre sheh një monedhë, një kartë monedhë 20 markshe gjermane në tokë, e vllai i vogël,
edhe i thot vllajt vet, o bac, i gjeta 20 marka. Ai akoma me atë ëndrrën kosovare thot, hajt bac shkojmë pushojmë se nesër dalim i mbledhim. Tu mendu se markat gjindën në tokë edhe veç do të me dalim i mbledh. Drejt. Çfarë është fitim? Çfarë është reale, racionale dhe çfarë nuk është